Mirë se vini në pasvon në episodin e radhës. Jam me një mjeshër të fotografisë, i cili është Armando Babani, një emër i njohur për ata që e ndjekin fotografinë, po jo vetëm fotografinë si art në vetvete, por edhe zhvillimet politike apo sociale, sepse Babani ka qenë një prej fotoreporterëve të parë. Pra është një veteran i fotografisë i raportimit gazeteresk me foto. Mirë se erdhe Armando, faleminderit që je me mua sot në pasvon, dhe kur po të shija që po xhiroje kokën nëpër studio, po thoja që çfarë fotoje do i bënte këtij momenti. Tani, cila ka qenë fotoja jote e parë? Profesionale që e ke parë të botuar, diku dhe ke thënë, wow, ja dola. Atëherë, fillimisht do të falenderoj për ftesën. Foto e parë. Kur the foto e parë, thash me vete, po kërkon më shumë se ç'duhet nga jeta, se s'mund ta mbaj mend. Por kur the pastaj foto e botuar, më njëherë u qetësova sepse e di se kush është foto e parë e botuar, kështu që ka qenë një festival i pionerëve në Shkodër, që bëheshin në Shkodër kur unë kam qenë diku, mos gaboj 12 vjeç, diçka e tillë, fotografonja në pallatin e pionerëve. Edhe shkonja kur ishte nga që punonte babai në pallatin e pionerëve, dhe kur bëj festivali i pionerëve, bëj çdo datë 1 qershor të çdo viti. Edhe unë isha një çun i vogël, i shnosh, bol, siç e thoshin, me pallon shkurt, 3 me shallën e pionerit, do në fotografonja. Bufi thonë atëherë. Po, boli themi tash drejt, bufi tash atëherë. Edhe mbaj mend që ka qenë një fotografi që u botua në revistën Fatosi, që ishte Ardit Gjebreja që këndonte bashkë me, ka qenë një gocë që më është i posur emri, Afrodita Selita. Nuk e di, nuk kam dëgjuar më mbrapa, po mbaj mend që ka qenë një fotografi Ardit Gjebreja duke kënduar me Afrodita Selitën. Edhe kur në atë kohë revista Fatosi njihej babai im, njihej me gjithë sepse rreth i vogël ishte. Edhe botohet kë revista Fatosi me emrin tim, nuk ishte kënaqësi më të madhe. 12 vjeç shohësh një fotografi dhe emrin foto Armando Babani. Kaq herët, 12 vjeç. Shumë herët. Tash ishin shumë gjëra që lidheshin, ishte që unë kisha filluar fotografinë në pallat, se pallat do i them gjithmonë, domethënë, pavarësisht se ishte pallati i pionerëve, por për mua ka ngel gjithmonë pallati, sepse unë u rrita aty. Cili është personazhi më i famshëm, ndaç edhe më famkeq që ke fotografuar? Janë shumë. Mund të filloj që nga Trumpi. Trumpin ku e ke fotografuar? Në një summit i NATO-s në Bruxelles. Summit. Dhe deri ku mund të shkojë mendja ç'mund ndodhi në Shqipëri. Ti ke qenë, po, ta personazhet tona unë e di. A ke dashur sepse po themi emri yt është ndërtuar mbi zhanrin e fotografisë, po themi gazetareske, me raportimin, apo jam gabim? Jo, ti je shumë mirë, më fal. Faleminderit bile për me që e hape këtë temë, se shumë veta kur duan të më lavdërojnë, thonë artist etj. Dgjoj, unë nuk jam artist. Unë jam gazetar. Unë jam fotogazetar. Dhe nëse i shtoj pak art fotografisë time, atëherë është plus, por ama unë jam gazetar, nuk mund. Ajo është nështria dhe arti, pra kanë të drejtë në një farë mënyrë, sepse nështria është. Shumë vete e shohin artin si të bësh këtë unë, po them një lule të bukur, unë nuk di ta bëj lulen e bukur. Jo, shiko, unë i pash sot fotot pra u futa për të fut në intencionin, në qëllimshmërinë e intervistës, dhe me thënë drejtën, me gjithmonë më bën shumë përshtypje dhe planifikova një intervistë të cilën për arsye kohe nuk e bëj dot, pra do kisha dashur që intervistën ta bëja të ndërtuar vetëm mbi fotot, pra sepse është kot me fol me Armandon për Armandon, kur për Armandon flasin ato punë që ka bërë, dhe unë i shikoja ato foto dhe thoja që çfarë këndi, çfarë pune, çfarë durimi, sepse edhe tani kjo është pyetja e radhës, një foto është durimi i madh, besoj unë, pra nuk është që mund të qëlloj ndonjëherë që ti të kapësh një foto fantastike, po unë mendoj që ti e shtyp dhe e luan kokën, luan aparatin, luan dorën 100 herë, apo 10 herë për të kapë një gjë. Pra nuk është një gjë që ke një aparat dhe ke një gisht. Është një gjë, jo, absolutisht jo.
Siç e thash edhe përpara, një fotograf i mirë që merret me fotogazetari, në radh parë duhet të jetë gazetar. Duhet të jetë gazetar në mendim. Do ti nuk shkon aty dhe shtyp sustën majtas djathta skot në kot. Është budallik. Ti shkon diku dhe ti e di çfarë kërkon. Fillimisht do ta dish çfarë kërkosh. Dhe pasi pastaj mundohesh ta vesh në jetë. Është një çështje fati, pastaj edhe është e shprehë që thon fati ndihmon gjithmonë të mirët. Nuk ndihmon fati atë që shtyp sustën majtas djathta skot në kot. Fati ndihmon atë që e ka menduar përpara se çfarë kërkon. Të paktën e di çfarë kërkon. Mund mos dalje ajo, nuk është e thënë që në çdo moment. Por të paktën ti e di se çfarë kërkon. Do të shkosh drejt saj. Kush ka qenë personazhi që ta ka sjellë në majt hundës? Në kuptimin që i vështirë për të fotografuar, po edhe mund të ketë thënë ose ka rrudhur buzët, ka thënë po se s'më pëlqeva e këndi ku më kishe kapur, pra ke pas ojna të tilla, mendoj që po megjithatë. Jo, në Shqipëri kemi ndershëm që të më thotë dikush më ke bërë keq, jo, absolutisht jo. Të vështirë ka shumë të vështirë sepse për ne fotografët i vështirë quhet dikush që po flas për politikanët, sepse ne shqiptarët vdesim të merremi çik me politikanët. Një politikan ka për detyrë fytyra ti mos tregoj asgjë, të jetë mask. Ai është armiku në thonjza më i madh i joni, sepse një fytyrë mask për ne nuk është fotografi. Dhe kundërta sa më ekspresiv të jetë personi që flet, personi i cilin e po fotografojmë, sa më ekspresiv të jetë, aq më mirë është për ne, sepse në bazë të ekspresionit të tij ti mund të japësh një histori, ti mund të japësh mund të tregosh ngjarjen për cilën ai po flet. Cila është fytyra më mask dhe fytyra më shprehëse, më ekspresive sipas Armando Bava? Mask ka pas qenë ish kryetari i PD-s Eduard Selami. Ai ka pasur mask, ishte një nga më të tmerrshmit për të fotografuar, sepse dilte gjithmonë, siç e themi, ditën për mohabet në përditshëm, foto pasaporte. Ashtu. Ishte i pamundur. Kurse nga ekspresivët ka shumë, por do përmendja gjithmonë Berishën. Historikisht që nga dita që e njoh unë në 90-ta e këtej është ekspresiv në shprehje pavarësisht në atë që thotë, është i qetë apo është i nervozuar etj, është ekspresiv. Ai ta tregon situatën për cilën po flet. Ka dhe shumë të tjerë, nuk diskutohet. Por flas nga ata që me të vërtetë kanë peshë në. Ma habite me këtë Selamit sepse pra përshtypja për Selamin është që pra ishte i pashëm, nuk e do të thënë kjo në gjuhën tuaj që është dhe fotogjenik apo janë dy gjëra krejt ndryshme. Mua s'më hyn në punë fare të fotogjenik dhe të i pashëm, edhe hyn në punë kur dali për pasaport. Mua më hyn në punë tregoj historinë. Pra ishte gjithmonë mask, ishte mask. Nuk tregonte s'kishte pikë në emocionit në fytyrën, ato që thoshte nuk Për te politikës, personazhe, po themi të malavitës, ka rastisur, pra të fortësh, siç i quajmë ne, gangsterësh. Jo, nuk ka qenë, sepse duke qenë që nga momenti i parë që Shqipëria u hap në 90-ën, po themi, kam punuar gati ekskluzivisht për shtypin e huaj. Nuk është se mua më ka tërhequr shumë çfarë ndodhte në Shqipëri, po themi nga ana e kronikës zezë. Mund të tërheqë si qytetar, si çdo qytetar që lexon gazetën, që shef televizorin, por profesionalisht nuk është se më ka tërhequr. Por nuk ke rastisur në ngjarje kronikës zezë ke fotografuar. Mirë, me që jemi tek politika, që bashkohet pak me kronikën e zezë ndonjëherë jo dash rrallë sa duam ne. 97-ta, çfarë të thot 97-ta për Armando Bavanin si fotograf? 97-ta mund të them që ishte shkollë. Për profesionin ishte shkollë. 97-ta me të vërtet të mësonte shumë gjëra të reja. Flas gjithmonë profesionalisht, sepse ajo kohë mos ardh kurrë. Dhe unë dua të përfitoj nga rasti me që jam këtu me ty dhe ta them publikisht për herë të parë që jam duke menduar, jam në hapat e parë të mendimit që me që vitin tjetër bëhen 30 vjet nga një ngjarje, unë të bëj një ekspozitë vitin tjetër, ç'ndodhi 30 vjet më parë. 97. Ç'ndodhi 30 vjet më parë? Sepse ka shumë njerëz që nuk e mbajnë mend. Plus që ne jemi popull që harrojmë shumë kollaj. Plus që të rinj nuk e dinë ç'ndodhi. Ka shumë të 20 vjeçar, 20 vjeçar që nuk e kanë idenë se ç'ka ndodhur. Sepse unë gjithmonë kam atë parimin që asgjë nuk duhet harruar. Për të nxjerrë mësime, për të ditur ku ishim dhe për të parë përpara.
Ta bëra pyetjen me qëllim se unë e di që ti ke fotografuar Zanin e famshëm, Zani Çavushin. Po, në Vlorë. Në Vlorë. A mund na japësh pak një dinamika, pra si shkove tek fotoja, ç'a ndodhi, çdoje ti në atë situatë ku ishte edhe Zani? Atëherë ishte ditë që do vinte Prodi në Shqipëri dhe unë isha në Vlorë për vizitën e tij. Dhe më flas me një nga ata të njohurit e mi që kisha në Vlorë, sepse kishte shumë ditë që unë shkonja në Vlorë, sepse ishte greva e studentëve të universitetit. Dhe e takoj, po vinim kafe dhe i them, unë ç'bëhet ti nga Vlora? Po ti ishme si jemi si më qetë, thotë se kanë ardhur ca djemt e qytetit, thotë e kanë marrë në dorë situatën dhe sikur po vjen çik qetësi. Po mirë. Kur fillon vjen historia që do vinte Prodi etj, shohim këto djemt me armë. Jemi akoma nuk e dinim kush ishte Zani, se ishte bërë Zan, po themi. Dhe aty për herë të parë vjen Zani me gjithë grupin e tij, pa e ditur se kush është Zani. Dhe pastaj mbas fotografisë famshme që është Zani bashkë me Prodin, filluan gazetari italian kush është Zani etj dhe mori emrin e madh, domethënë që u bë Zani i famshëm. Pra, fotoja jote ishte fotoja e parë publike e Zanit për mediat, po themi mediat e mëdha. Për mua nuk është se ishte Zani, unë nuk e dinja kush ishte. Unë e dinja që është një nga djemtë e qytetit që po mbron Prodin me që ka ardhur në qytet. Nuk duhet të harruar asnjëherë momenti kur ishim në 97 dhe çfarë mendoj në ditë, se sot është shumë kollaj të flasësh. Unë është çfarë mendoj atë ditë. Domthonë janë djemtë e qytetit që kanë dalë të mbrojnë qytetin nga sherret e mëdha që po ndodhin nga kaosi. Pate shkëmbyer diçka me të, folët në gjatë Jo, ishte miqësor. Për një moment ai miku i tij, për drejt nuk më kujtohet emrin, e di që nuk është më gjallë. Thot mos ta bëj fotografi, se ato kodosh fotografit na futën burr në Greqi, thot. I thot Zani, lene çunin, thot, lene çke. Luciano më duket. Luciano, diçka e tillë. Edhe dorim një fotografi të tre. Cili ka qenë momenti yt më i vështirë, se ti ke mbuluar 97-a, Vlora 97-s ishte sigurisht zonë lufte, po ke qenë dhe në situata të tjera jo të lehta. Cili ka qenë momenti yt më i vështirë si fotoreporter, fotogazetar? Momenti më i vështirë, unë kam thënë edhe herë të tjera dhe ajo besoj dhe shpresoj të ngelet e vetmja. Ka qenë në 92-shin, isha me një gazetar skocez që në atë kohë punonja për Agjencinë Amerikane të Lajmeve, Associated Press. Edhe shkojmë në Pogradec, ishte momenti që kishin po thyeshin depot në 92-shin. Dhe ne arrim diku nga Mazditja në Pogradec. Dhe ishte momenti që kishin para 2 orësh, 3 orësh kishin thyer depon e alkoolit, depon e pijeve, dhe ishin gati gjithë tap. Tash është për qeshur, po unë kur e kujtoj. Dhe afrohet njëri me pistolet në dorë dhe ma ve pistoletën nga koka. Mund ta imagjinosh. Kushdo që më dëgjon, shpresoj të më kuptoj, kesh pistoletën nga koka. Edhe ishte tap. Edhe ngre pistoletën në ajër dhe shti. Fat që ky anglezi u tregu shumë, ky skocezi u tregu shumë i zgjuar dhe fillon të flasi kot pa lidhje pa anglisht. Thot njëri, lene se që kanë të jashtëm. Ke parasysh jashtëmi duke gjithmonë si dikush që skepse futesh në më beso. Në atë kohë fotografonja me film, kuptohet. Kemi bërë rrugën nga Pogradeci në Tiranë ja 4 orë gjysmë, dhe mos harrojmë jemi 92-shin, rruga e vjetër etj. Kam ardhur në Tiranë dhe për herë të parë dhe të vetme në jetën time kam ngatruar solucionet akoma dridhesha. Sepse dhe ky skocezi me humorin e tyre kur po iknim thot mua, po sigurisht të kishte ngatruar radhën, tha, dhe të kishte shkrep ke koka jote dhe pse ta ngritën dorën në ajër. Imagjino unë po dridhesha me atë humorin e tij të britanik. Tragjike dhe komike në të njëjtën. Ishte dhe kjo do ngelet, për mendimin tim gjithmonë do ngelet gjithë jetën time ajo që nuk do më hiqet ndonjëherë nga mendja domosdoshmë. Herë tjetër nuk është se kam pasur ndonjë gjë që të jetë ekstrem. Tash gjërat vogla edhe mund ndodhin, po gjërat pa. Cila ka qenë fotografia që të ka sjell gëzimin më të madh profesional që është gjithmonë ajo, nuk as më kalon mendja të mendohem, është gjithmonë fotografia e zbusit e verit. Sepse, siç e kam thënë gjithmonë, e kam thënë shumë herë dhe vazhdimisht. Ajo është fotografia e jetës time. Është një fotografi që për sa kohë jam unë gjallë nuk do ndodhi më. Është histori. Është një nga historia, është një nga pjesët më të mëdha të historisë të popullit shqiptar. Do ngelet edhe shumë vite mbasi ne mos jemi më në këtë botë. Kështu që ajo është fotografia ime. Fotografia e jetës time është fotografia e busit në Verovës.
Edhe ti aso kohë ishe për agjensitë tonat apo punoje? Jo. Në atë kohë nuk punoja, jo, absolutisht jo. Unë nuk punoja për asnjë agjenci tuaj, unë bënja për kënaqësinë time sepse isha fotograf. Ishe freelance, si më thënë, siç themi ne sot. As freelance nuk mund ta thuash sepse mos harroj, jemi në 91-shin dhe unë nuk e di fjalën freelance as e dija nuk çfarë ishte. Në kuptimin që japim ne sot, po atëherë ishe për shefin tak. Ishte e thënë në mënyrë ishte feeling, ishte ndjesi. Sepse unë punonja fotograf, vërtet unë isha fotograf në Institutin Lart Bujqësor, por që nuk kishte asnjë lloj lidhje me gazetarinë. Por ishte ndjesia ime dhe unë atko bashkëpunonja me gazetën Republika. Ishte bashkëpunim, thjesht. Kështu që unë i bëra ato fotografitë dhe i mbajnë në sektar. Bile ka një histori të bukur fotografia në zbusit në Verogjës, unë i bëj fotografitë dhe ja çoj mbas ditë te gazetës Republika. Sepse në qoftë se dikush mund bëj një matematikë shumë thjesht, unë nuk e mbaj mend çfarë ditë ka qenë në busit, po të nesërmë ishte vetëm një mundësi që dilte Gazeta Republika. Kurse RD-ja dilte më vonë. Dilin me një ditë njëra. Dilin, në mos gaboj, dilin 2 herë në javë, RD-ja ishte 2 herë në javë dhe nuk ishte mundësi e RD-s për të nesërmen, kurse Republika kishte mundësinë për të nesërmen. Kështu që unë kisha fatin që ti kishe foton dhe unë shoh të nesërmen që ajo fotografi nuk u botua. Ajo fotografi nuk u botua. Dhe siç e marr vesh më vonë, ajo fotografi nuk u botua sepse ish kryetari i Partisë Republikane atko Sabri Godo kishte thënë jo lere. Domethënë thjesht kishte pasur frikë. Pra kishte nga frika, jo nga ndonjë sendim. Mendoj që nga frika, mendoj. Mund thjesht e marr me mend se nuk mund të Armando, a ka ndonjë moment që të ka rrshitur dhe në kuptimin që të ka ikur rasti për të bërë një foto të bukur që ti e ke menduar që mund të ishte dhe të ka ikur? Mund të ke ndodhur shumë herë, por në moment nuk ditë më vinë në një. Skujton në gjë në i peng që më iku kjo gjëja, se kapa. Mendoj që jo. Mund të ketë, por në moment nuk më vjen sepse të thash, kur vjen një moment dhe ti kthen kokën brava dhe shikon se sa shumë vite kanë kaluar, sa shumë punë ke bërë. Bile unë qenë shpesherë, jam në internet, kërkoj një fotografi dhe më del një fotografi shumë e bukur nga Shqipëria dhe ua si qera kjo e papame. Ti nuk e mban mend se në fakt është e jotja. Të betohem dhe kur shoh emrin poshtë mos qeka ime. Dhe edhe më vjen mirë, të jemi ndershëm, por edhe nuk më vjen mirë sepse ka filluar që ka shumë fotografi që nuk i mbaj mend. Sot kur po rishija fotot e tuaja, pa bëja atë research në orëve të fundit, pra shikoja foto dhe ti kishe markuar, copyrightuar, pra ju kishe vënë atë watermarkun. Ajo është nga halli, se po presjale. Unë thoja, edhe kjo që nga këtij. Pra sepse janë disa foto që janë pra janë ikon, pra janë ato foto që njihen, ti e sheh dhe ajo të godet, është e njohur. Ta zëm, është një burrë dhe një grua, që gruaja është me barrën e dushkut atë druve diçka. Dhe shumë veta nuk e dini që ka qenë. Dhe burri është duke pirë cigare dhe ajo për mua sintetizon të gjitha të marrëdhënien patriarkale. Dhe unë e pash dhe nuk e dija. Pra ajo është një foto shumë e njohur, unë mendoja që është ndonjë fotografi të huaj. Dhe këtë thash, e Armandos që nga kjo? Ajo fotografi është, në mos gaboj, viti 2002 ose viti 2003. Është rrugës sa ka dilje nga Elbasani për në drejtim të Korçës, në rrugë e vjetër, kuptohet. Ne po shkonim për në Korçë që ishte një Antpogrades, nuk kujtohet diçka tjetër, ishte një stërvitje ushtarake përbashkët Maqedoni, Shqipëri, nuk e di. Ne po shkonim mëngjes herët. Kur kalojmë, unë e shoh atë, e shoh nga makina, unë isha pasagjer në makinë. Edhe nuk i them me njëra ti ndalo, sepse po të ndaloj një makinë para këmbës dhe qof njëri ka një lloj. Le ecim çik përpara. Krijon një stepje, po. Edhe i them mbajin çik. Edhe dal nga makina dhe aparati nuk e nxjerr. Derisa mendova që është tamam aty ku duhet dhe nxjerr aparatin dhe i bie shpejt 2-3 shkepit e para, sepse bëj 2-3 shkepit e para ti kesh në xhep. Pastaj fillon të mundosh ta rregullosh, ta kesh më të, po të paktën ke diçka në xhep. Edhe fati ishte që ato 2-3 fotot e para janë të mira, sepse pastaj sa pa me aparat hoqi cigaren, ajo kthe mbuloi kokën, domethënë si funksionon jeta. Armando është një nga fotot që përmbledh në mënyrë të shkëlqyer, po themi Shqipërinë rurale fatkeqësisht. Pra burri me cigaren, gruaja me barën. Është një foto tjetër që e pash dhe më bëri përshtypje, një flamur i vjetër, flamur i parë i Tiranës, i ekipit. Pra ishte vetëm foto e më duket ishte 1920. Ka një histori kjo foto dhe ky flamur, ndoshta ka histori flamuri më shumë se foto. Ai është flamuri i Tiranës. Atëherë duhet të themi çik mbrapa në histori. Unë jam nipi i Selman Stërmasit, që kushdo që dëgjon besoj se e di që është një nga themeluesit e klubit të Tiranës.
Dhe gjyshja ime, nona, që i thëshim gjithmonë nona, ka qenë ajo që ka qëndisur atë flamur ditën kur është krijuar Tirana. Dhe për shumë vite ka qenë në sëndyqin, po themi, të gjyshës të nonës. Kështu që në vitet e fundit e kam marrë unë, e kam unë në shtëpinë time, mbaj në shtëpinë time dhe është futur në një kornizë për tu mirëmbajtur me gaz që mos prishet sepse ka filluar koha, ka bërë vetën, ka filluar griset e tjera. Por është një nga kujtime, mendoj që është kujtimi më i bukur që mund të ketë lënë gjyshi im për mua. Dhe unë shpresoj që edhe fëmijët e mi mbrapa ta kalojnë në breza si një kujtim. Tani mendove për ndonjë çast që t'ja çosh klubit të Tiranës? Ka qenë një histori që nëna ime donte t'ia dhurante klubit, por nuk dua ty në thella, por ata thjesht nuk e vlerësuan. Dhe për fakt flamuri u kthye përsëri në shtëpi. Nuk e vlerësuan dhe tani është aty ku u vlerësua. Mirë, nuk po gërmoj më shumë se mendja ma merr se ç'mund të ketë ndodhur. Një foto tjetër, para se të kaloj tek një pyetje më e gjerë, po themi. Është një foto e Ilir Metës me kanotierë dhe me një palë pantallona të shkurtra. Atë dreq foto ku e ke marrë? Se aty s'është as Meta peshqmitës, as Meta politikan. Pra ku është aty? Se është me shapka? Në shtëpinë e tij. Është në shtëpinë e tij. Në e cilit viti ka qenë ajo foto? Duhet të jetë diku ke 2001, 2002, nuk jam shumë i saktë. Në mos gaboj në atë kohë ka qenë kryeministër ose duhet të ketë qenë kryeministër dhe ne shkojmë në mos gaboj kam qenë me Shpëtim Nazarkun, nuk jam shumë i saktë sepse tash kanë kaluar shumë vite dhe shkojmë për të bërë një intervistë në shtëpi. Do të keni qenë te Dita atëherë, gazeta Dita Informacion. Nuk jam shumë i sigurt dhe nuk dua të them gjëra që nuk i mbaj mend shumë mirë. Shkojmë për të bërë një ekspozitë, një intervistë dhe po prisnim që të vinte, ishim ulur, na kishim nxjerrë diçka. Dhe si unë gjithmonë jam i gatshëm tek aparatin dhe ai hap derën dhe hyn në atë pozitë, po ai nuk e mendoi që unë do ta fotografonja ashtu. Kështu që qeshëm. Foto është foto e bukur. Dhe kjo punë me të qeshur është edhe një herë tjetër, me që jemi këtu dhe tregojmë historira. Ishte tetor në mos gaboj 97-s dhe për herë të parë qeveria Nano po shkonte në Itali do takojë me Berlusconin. Nano për herë të parë kryeministër. Edhe merrte shumë gazetarë me vete. Midis cilëve isha dhe unë. Edhe Bemblushi. Tash të gjithë gazetarët në atë kohë e mbanin mend që unë gjatë 97-s mbajnë gjithmonë me vete një fotografi që isha për qafe me Berishën. Dhe kushdo që më ndalonte rrugës patentën, mos patentën i nxirr një atë. Ajo ishte patenta ime dhe të gjithë e dinin këto. Kush ishte në gazetari e dinte që patenta mandit. Me gjithë më hapnin rrugën me atë. Po aty ku duhej e përdorën, jasë në krahun tjetër s'mund ta përdorën. Bukur. Në avion ishim në fund fare të avionit, isha ulur unë dhe operatori i televizionit. Nano ishte tap. Ngrihet nga vendi fare. Si po gradecari për pa plumb, pa pistolet. Po ishte goxha. Dhe ngrihet nga fundi dhe shkon në banjë në fund të avionit. Unë të shti me quaj shejtanlikun, quaj profesionalizmin, quaj si të duash, veri të një emër, mendoj që ky edhe kur dali nga banja, si gjithë shqiptarët e mirë, të dalë duke mbërthyer pantallonat. Kthe, pa ja pratin gati. Ai del unë bëj fotografi dhe ishte del duke mbyllur pantallonat. Tash është momenti që ti thua tash si do reagoj, domethënë çdo gjë ka një pasojë. E bërën thonë? E bëra i thash. Ai dali me fotografitë. Edhe thret Meksin Xhufën që ishte fotograf i presidencës kryeministrisë në ato. E dalin fotografi ke korridori i avionit, dalin të dy fotografi me Nanën. Ngrihet Blushi dhe thot, ja udhi mandi thot, unë patentën e re thot, Blushi. Po ti kemi edhe këto 8 vjet, i them mund të kemi patentë këto 8 vjet. Shishi thot Blushi në i caktoi, ky thot 8 vjet pushtet në thot. Qeshëm kaloi histori, kështu që e ka Jahudha, e thënë Tani po historia e fotos me Berishën, si Cila prej tyre? Cila prej tyre me Berishën? Kjo me krah qaf, pra që e përdorë si pasaport. Ajo është bërë në mos gaboj në 93-94. Unë atë kohë punoja për Agjencinë Amerikane të Lajmeve, shkojmë me gazetaren që ishte në atë kohë që punonte për AP-n, Rita Dhimgjoka.
Shkojmë për të bërë intervistë në zyrë, ke zyra. Edhe normalisht kur mbaron ekspozita, dalim me fotografi, ne të dy, unë dhe Rita bashkë me presidentin që ishin atë kohë. Pastaj doli një Rita vetëm dhe unë një vetëm. Dhe unë atë e mbaj një gjithmonë portofol, pastaj në të shtatën që e përdornja për të hapte rrugët. Ajo ishte dhe gjithë qeshin patent amandit, e kishte emrin, qiti patentën thosh, më kur di. Tani me Nanon me që përmendet, si ka qenë jo marrëdhënia, po themi marrëdhënia fotografike. Pra Nano personazhi, shiko, se këto pyetje pothuajse po ja anulloj vetë, sepse sigurisht që është shumë i lehtë, sepse është dikush që të pa që po e fotografoi në një moment gjysmë sikletshëm dhe ta hajde bëjmë një foto. Po ishte Nano ky hokatari, ky toleranti që të gjithë e tregojnë në këto marrëdhënie. Mendoj që gjithmonë ka qenë. Mendoj që gjithmonë ka qenë. Të paktën në konfront me mua gjithmonë ka qenë. Po në relata, me raportet me të tjerët, ka qenë i njëjti, pra si ishte me gazetarët në përgjithësi, Nano? Fredi, nuk mund të flas për të tjerët, por mund të them që me aq sa e kam parë unë dhe në raport me mua ka qenë gjithmonë i hapur. Donë është tamam ajo që thuhet shpeshherë që ka qenë tip modern, i mendjahapur etj etj. Tash normal, çdo gjë ka limite, aty nuk mund të thyesh limitet. Këtë foton qarkullon apo është kjo është e ke në arkivën tënde, këtë foton me zinxhirin? Nuk e ke nxjerrë. Jam menduar shumë herë, por nuk e kam nxjerrë. Për arsye sepse çdo gjë ka një limit. Pavarësisht se unë mund ta bëj. Unë mund ta bëj sepse e bëj jo për kënaqësinë, kuptimin e keq të fjalës, por mund ta bëj për të testuar profesionalizmin tim që arrit të bëj gjithçka. Por nganjëherë ka dhe limite dhe njeriu duhet të ketë një farë limiti brenda vetes tij. Profesionalisht flas që jo gjithçka është për tu, sepse nuk tregon absolutisht asgjë. Mund të jetë edhe unë mund të jem aty në atë fotografi dhe të tjerë gjithkush. Nuk është se tregonte diçka çfarëdo që të ishte. Kam vënë re që me Bashën kishe pak. Pra kishit pak foto të Bashës. Pash një me bicikletë. Ku ishte diku me bicikletë, nuk e di se ka qenë një diçka siç ka qenë në bulevard, diçka siç ka qenë në Basha ishte i lehtë për tu ose miqësor apo miqësor. Ekspresiv, po përdor atë që thatë në fillim që Berisha ishte ekspresiv dhe Selami i thatë. Ishte ekspresiv apo dhe ai më afër Selamit se Berishës? Shpresoj mos gaboj, por është thjesht ndjesia ime që ai donte të bëj, ta themi në thojza agresiv kur fliste me gazetarë etj, agresiv në kuptimin të bëj, por vetë natyrisht është shumë i ndrydhur, shumë i butë, i palexueshëm. E thon në gjuhën tonë, shumë i palexueshëm. Por mundohej të bëj nganjëherë të bënte, po mua më duke e sforcuar. Pra më afër Selamit, po themi. Nga gratë politikë ose gratë që ke fotografuar, kush ishte, po themi, një lloj dive? E lehtë për të fotografuar miqësore? Për momentin nuk di të them. Arta Dade? Ishte më shumë zonjë, flas fotografikisht. Ishte shumë zonjë por nga ti e di që më ka punuar 6 vjet në Gjermani dhe nga gratë gjithmonë do përmendja mamën që thoshin, sepse në Gjermani quhet mama Merkeli. Merkeli ishte nuk ka. Mund të them që është, mund të them me plot gojë që është një ëndër për fotografët. Flas vetëm për fotografët. Sepse në ç'kuptim? Mënyra se si flet, ajo të jep shkrimin. Ti mund të bësh një shkrim vetëm në mënyrën se si flet. Ti e fotografon dhe me atë fotografi ti ke lexuar shkrimin e gazetarit. Ti e ke lexuar shkrimin e gazetarit. Pra ekspresive, tregonte me mimik, tregonte histori. Aty ku duhej, në momentin e dur, dinte ku e bënte, dinte ku e lëshonte. Një për mendimin tim ajo jo në mënyrë banale, dinte të shiste, jo në mënyrë banale. Dinte ta jepte ato që jo ekspozita, se doja të pyesje për ekspozitat, po të pyes edhe kot po e bëj këtë pyetje se e di, po them e di numrin e pakufizuar të fotove, po a ke menduar, a ke enumeruar ndonjëherë, ke bërë ndonjë numrim jo fizik, po edhe me mendje. Sa foto mund të ketë Armando e pamundur? Është e pamundur ta numërosh. Është e pamundur. Sado që të dua unë ose është prapë e pamundur. Je ulur apo ke ndërmend të ulësh një ditë ta bësh inventarin e fotove, do thua që këto janë jo foto, në kuptimin që nuk shenjojnë gjë, po unë do bëj arkivën e Armando Bavanit që t'ju lë pasardhësve, po t'ja lë dhe
Unë do bëj shoqërisë edhe historisë. Unë një pjesë arkivës e kam dhe një pjesë tjetër që duhet sepse duhet kohë, sepse gjithë pjesa e kohës që ka qenë film, jo digjitale, fotografia, duhet skanuar. Edhe e gjitha është kohë, duhet kohë dhe kohë. Kështu që unë mendoj që do ta digitalizoj gjithë arkivën time, aq sa mundem, sepse koha ka për të veten, shumë fotografi mund të kenë humbur, shumë fotografi mund të nuk janë arkivuar, flas nga pjesa digjitale, flas nga koha e filmave. Janë zhdukur shumë fotografitë mia që mua më vjen njerëzisht shumë keq nga Pallati i Pionerëve. Të kohës kur kam qenë Pallati i Pionerëve, sepse siç ndodhin në thënjishin që u zhdukën shumë gjëra. Në 97 u zhduk gjithë arkiva, gjithë fotografitë që kisha bërë në Institutin Bujqësor, vite u zhduk, u dogjën, u bën. Kështu që koha ka lënë shenjat e veta edhe ke arkiva ime. Por të paktën jam i lumtur dhe i kënaqur që të paktën gjërat kryesore, që janë të historisë së Shqipërisë ose gjërat kryesore të punës time unë kam. Ekspozita do të bë, pra e ke menduar që ndoshta ekspozita duhet ti tematizosh, pra është nevoja e tematizimit kuptimin që kam këto fotot e 97-s, siç thej që do kemi një ekspozitë, kam këto fotot politike, kam këto fotot e X periudhe. Kam disa ide. E vetmja që është me temë, po themi është ajo që thash për 97-s, sepse i përmbahet vetëm 97-s. Por kam disa ide sepse kam një ide tjetër për shembull vetëm për pjesën e kohës time në Gjermani, sepse ishte një periudhë shumë e ngjeshur nga ana profesionale. Kështu që mund të shpresoj nëse do ta kristalizoj mendimin dhe ta vë projektin në punë, të bëj një fotografi tjetër për kohën ime në Gjermani ose 6 vjet në Gjermani. Në Gjermani ke mbuluar çdo gjë, unë me sa di ke mbuluar edhe ndeshjet e Bundesligës, ke mbuluar edhe ngjarjet politike. Çdo gjë, sepse duke qenë që unë punonja për Agjencinë Evropiane të Lajmeve dhe siç dihet, një agjenci lajmi mbulon gjithçka, mbulon sportin, politikën, modën, socialen, luftën, çdo gjë. Kështu që edhe Bundesliga ishte pjesë e punës time, ishte pjesë e punës përditshme. Ka ndonjë moment, episod nga ndonjë ndeshje që ka bërë përshtypje dhe ke arritur ta kapësh, ndonjë dëmtim, penalti? Ndeshje jo, po shakara do thonjë, sepse ne nuk është se jemi mësuar në Shqipëri me temperaturë ekstreme të ftohtë ose në ato fillimet kur vajta është një miku im që është fotograf gjerman me origjinë nga Bosnia, po gjerman, Hasan Bratic. Edhe më bënim shaka, i thashon, brate, i thasha, vllazën, nga që ishim Ballkanës, edhe ishim si më bile kolegë të tjerë qeshin, kohë të fundit na thonin, mafia Ballkanit. Edhe i themi, brate, shumë ftohtë, s'është ftohtë, mos u ishte 0 gradë. Po jo, nuk të them unë kur të jetë ftohtë, thoshte. Ç'a thumur, unë po vdes, thoshte, ç'a po thu? Një herë tjetër -2. I thash unë, shumë ftohtë. Jo, nuk është 4-5 herë kjo punë, jo. Kur një ditë isha në stadium në Mainz, në mos gaboj, ishte -16. Atë ditë Hasani nuk po punonte. Unë kisha harruar fare mohabetin. Kur në pushim pjesës, unë mbasi mbaroj që po transmetonja ç'kisha për të transmetuar, kur mbi telefonin, e shohun Hasanin, më thotë, kjo është ajo për cilën kam folur. Po hik mor burri, hik mor më lër. Nuk janë gjë ato 0 -1 -2. Kjo është ajo për cilën kam folur. Tani gjëra humor, gjëra të kësaj natyre. Nëse do i krahasoje të dy epoka po i quaj unë, ose kohë, Gjermaninë dhe Shqipërinë, çfarë si fotograf sigurisht, jo si shqiptar, po si fotograf. Cili është ndryshimi mes të dyja ose qoftë të përbashkët? Rregulli atje. Rregulli. Sigurisht, atje këtu s'mund të ketë rregull. Jo, rregulli në sensin që andaj ka një gjë shumë të mirë. Secili bën punën e vet dhe nuk ngatrohet fare me punën e tjetrit. Secili mundohet ta bëjë vetë dhe punën e tij ta bëjë mirë dhe kaq. Unë nuk hyn kompetencat e tua, unë bëj vetëm punën time atë që duhet. Ti nuk hyn kompetencat e mia. Unë nuk mund të t'jap mend ty që bëj kështu ti këtë gjë se ke mirë, si kundër edhe ti nuk mund të japësh mend mua. Në këtë sens është vetëm nga të paktat gjëra që më mungojnë. Se shumë vetëm pyesin çfarë mungon nga Gjermania. Ti jemi ndershëm përveç rregullit dhe trafikut asgjë tjetër. Tani, a do kishe nga i herë kur ulesh dhe flet me veten, kur je duke pirë një gotë, një cigare apo çfarë do kishe dashur të ishe
dikush tjetër në kuptimin profesional, pra t'ishe marrë me diçka tjetër, po e do urrite dhe u mësove ta doje kaq shumë këtë gjë sa s'do doje të isha asgjë tjetër. Nuk di të them, është pyetje e bukur, ma kanë bërë edhe një herë tjetër këtë pyetje dhe duke qeshur pyetja ishte çfarë do bëje nëse të kishe bërë fotografin. Dhe unë me të parën po menduri kam thënë tregtar. Dhe më ka thënë pse? Po sepse vi nga dy familje pak a shumë tregtarësh. Tregtarët të Tiranës. Kështu që mendoj se ato gjë do bëjnë si të tjerët, po kjo ishte thjesht një përgjigje shumë e shpejtë, pa menduar, sepse me të vërtetë nuk di çfarë mund bëjë një gjë tjetër. Unë jam rrit me fotografinë, unë kam filluar 8 vjeç. Unë kam filluar si lodër, nuk mund të thosh kur u fillua, kam filluar si lodër, Dhe ishte rastësi, më ke thënë që ishte një në pallat. Unë domethënë babai im punonte në pallatin e pionerëve. Në atë kohë pallati i pionerëve ishte rrethi i fotografisë, cilën jepte mësim Xhaxhigimi. Unë vazhdoj ta quaj Xhaxhigimi se për mua do ngelet pavarësisht se ai nuk jeton më. Xhaxhigimi jepte rrethin e fotografisë. Ishte Agim Verzivolli, punonte fotograf në kinostudio në atë kohë. Dhe nga që unë rrinja shumë, se ishte shumë babit, rrinja shumë me të, luajja me të. Dhe rrinja, i më thosh, merre çik të çoje këtu, shtype çik të letrën ke ky uji, merre çik atë ujin çoje aty ujin ishte solucionet. Do filloi si një gjë ti nuk mund thuash, filloi dje, filloi këtë datë apo ti tash do bëhesh kështu. Filloi shumë natyrshëm, A ka ndonjë foto që ti e ke parë Armando dhe ke thënë këtë do doja të kisha bëu? Plot. Ka plot, a? Plot. Fotografi është këtu apo shqiptar tuaj? Të kujtohet ndonjëra që thua që kjo është foto e ime peng, as sikur ta kisha bërë këtë. Të kujtohet ndonjë gjë? Kemi ndershëm, nuk jo. Ndonjë konkrete në moment nuk kujtohet, por mund të them një gjë, që gjatë kohës isha në Gjermani kuptohet. Në çdo moment kur ti ke mundësi shikon ç'bëhet në Shqipëri, shikon rrjetet sociale etj, ti jeton, ke familjen tënde këtu, ke shoqërinë, ke gjithë njerëzit ti e rritur, unë i ka 50 vjeç në Gjermani. Kështu që shumë gjëra që ndodhen gjatë asaj kohe, dhe që unë sisha, ndershmërisht ta them, më dhimbte që nuk isha. Nuk mund të them diçka konkrete se nuk më vjen në moment, nuk më nga këta djemt më të rinj, s'po them të rinj, po më të rinj që janë në qarkullim, shikon talente? Ka disa. Ka disa me të vërtet. Nuk është puna talente, sepse fjala talent ndoshta është shumë e madhe, por mbi gjithë e bën punën me dëshirë dhe me përgjegjësi. Sepse për mua fjala përgjegjësi është një nga bazat, një nga pilastrët e profesionit. Se ne si popull kemi një problem çik vogël, nuk kemi shumë përgjegjshëm atë që bëjmë. Kurse këta për cilët tim folë me të vërtetë janë të përgjegjshëm në atë që bëjnë. Atë që bëjnë e bëjnë siç duhet. A ka një foto, pra siç mua më ka mendoj unë, se siç fotoja jote me gruan dhe burrin në fshat cigaria dhe bara e druve, që po themi dekodojnë ose mishërojnë historinë rurale të Shqipërisë, ka ndonjë foto që e mishëron historinë e Tiranës? Kur them historinë, nuk them historinë si proces kohor, po them që ngërthejnë Tiranën, pra është një foto që thua kjo është Tiranë. Nuk di të them. Po për Shqipërinë ose për ç'është një foto ikon, më le ta bëj pyetjen kështu atëherë. Një foto ikon. Problemi është e fotografisë shqiptare. E fotografisë shqiptare? Pa. Të gjithë fotografët e vjetër, duke filluar nga Refik Veseli, duke filluar nga Petrit Kumi etj. Të gjithë vjetët janë me të vërtetë fotografi ikone. Ata kanë qenë me të vërtetë fotografi ikone. Tash më vjen keq se nuk kujtohen gjithë emrat, po gjithë dora e vjetër ishin me të vërtetë profesionistë. Okej. Shiko, dhe dua ta mbyll se e di që kemi edhe kufizimin kohor, po unë pra në fund më erdhi ideja se si duhet bërë kjo intervistë, dhe kjo intervistë nuk u bë ashtu siç doja unë. Unë doja që fotot tua janë pra unë të kam ftuar se të respektoj punën, pra nuk jam duke bërë, pra fotot tua janë shumë bukura dhe prandaj doja të intervistoja, po kam ama një intervistë në kokën time, një intervistë të pabërë, që është intervista me unë dhe ti unë që kam përzgjedhur ato fotot tua që më duken më të bukura dhe ne që i komentojmë bashkë, pra cila është historia dhe jeta pas kësaj fotoje, dhe unë do të pra pyetja fundi nuk është pyetje, është kërkesë që do doja që ne të bënim një intervistë tjetër bashkë pas sa kohësh ku ti edhe të kesh bërë një inventarizim dhe të ishim përballë veprës tënde dhe të ishim pak më intim me fotot. Me kënaqësi. Dakor.
Armando, faleminderit shumë. Kënaqësi, edhe u habita edhe me një gjë. Duket që je fotograf gazetar, sepse përgjigjet I kishe pam, pra nuk ishte se... Është problemi im, shumë ma thonë, unë në kam shumë të shkurtra, unë kam shumë shkurtra përgjigjet. Dakor, jo se ka njerëz që ju ja bën pyetjen dhe edhe lçohen. Çerekun e mbarojnë pas nesër çerekun e pyetjes. Mendoj që përgjigjet e shkurtra janë gjithmonë esenciale dhe mua më pëlqen gjithmonë esenciale, nuk më pëlqen të hapem shumë në E mbyllim këtu, isha me Armando Babanin. Mos harroni të bëni subscribe kanalit ton, na ndiqni jo vetëm këtë, por dhe intervista të tjera në vijim. Faleminderit. Faleminderit juve.